Unë jam Genc Përmeti, formimi im është në artin vizual, por për 20 vitesh prioritetet i kanë qenë drejt artit shtat, si producent, skenarist dhe së fundmi dhe regjisor. Film me cilin unë konkurroj në festival është Live in Eden, një bashkëprodhim midis Shqipërisë, Polonisë, Italisë, Kosovës dhe Maqedonisë Veriut. Është një film zhanri i cili si temë është post-apokaliptik, deri më sot nuk ishte hulumtuar në kineman shqiptare. Film jo i lehtë, i vështirë, pasi do të krijosh çdo gjë nga fillimi, do të krijosh një univers, dhe kjo e bën dhe më të bukur në një farë mënyre, sepse ti ndihesh edhe si një lloj krijuesi i një universi i cili nuk e kemi njohur. Historia flet për një fëmijë dhe gjyshin e tij, të cilët janë në kërkim të rindërtimit të jetës. Sesi ato kanë dy këndvështrime të ndryshme. They say 1 billion lives ended that day. Only a few survived under the poison and ash that covered the sky. Time passes. The future rolls toward us, day after day. Për filmin Live in Eden, i cili ishte një proces jo i shkurtër, proces shumë i gjatë, mund të them pa frikë që pjesa më interesante dhe më enjoyable ishte procesi i pre-productionit, produksionit dhe post-produksionit, pasi gjithkohës kemi qenë në bashkëbisedim me bashkëkrijuesit e tjerë, me lojtarët e inkluduar që janë pjesë e produksionit, por gjithashtu edhe me programues apo kritik të cilët kemi krijuar një bashkëbisedim shumë të frytshëm. Mos harrojmë që është një film zhanri dhe kjo krijon dhe një lloj hezitimi në përzgjedhje. Ndërkohë që sfundmi, mund të them pa frikë që më ka shijuar dhe jo pak, prezantimi i filmit Live in Eden që kemi bërë me datë 30 qershor për media dhe kritikën italiane në Rom, përpara se filmi të marrë jetë në kinemat italiane nga distributori. Natyrisht filmi ishte i dubluar italisht dhe u dhanë italisht për kritikët, por që ishte moment që më ka shijuar, pasi dhe reagimi tyre mbi 20 media që kanë shkruar, media serioze dhe kritikët më të njohur italian, më dhanë nota jo të ulta për këtë film. Umberto Eco ka shkruar një libër që quhet Mbi shpatullat e gjigantit. Domethënë po t'i referohemi edhe një nga shkrimtarët më të mëdhenj që ka ekzistuar ndonjëherë, siç është Borges, që kur e komentojnë si një nga shkrimtarët më inovativ në historinë e letërsisë, thotë, jo, unë nuk jam inovativ, unë thjesht kam kopjuar 9 vite qytetërim në atë që kam pasqyruar në shkrimet e mia. Pra, dhe në këtë rast mund të them se edhe kinemaja shqiptare nuk ka lindur nga hiçi. Kinemaja shqiptare bashkëkohore, ajo që kemi sot, është mbështetur në shpatullat e këtyre gjigantëve, ku mund të themi tek kinemaja që filloi në fund vitet 50, si evoloi. Pra, është një shkollë shumë e shëndetshme, natyrisht, që kinemaja së kohë ishte një kinema ideologjike dhe nuk ishte si vendet e tjera të grupit lindor që kishin një lloj lirie artistike. Liria artistike ishte tejet e limituar, por sido që tjetë, kjo i ka bërë ata regjizorë që të krijojnë vepra të cilat shihen me dëshirë nga publiku, pavarësisht se i kanë parë me dhjetra herë, që tregon që është një kinema e cila ka një traditë të mirë, të shëndetshme. Ndërkohë që kinemaja e sotme, sidomos mbas 96-s, filloi epokën e re atë të bashkëprodhimeve. Pra që me Kujtim Çashkun, me Kolonel Bunkerin apo Dasma e Sakos, duke krijuar tabanin e vëmendjes së producentëve tuaj drejt kinemas shqiptare. Pastaj do të doja të theksoja atë periudhën që quhet, që nuk duhet ta anashkaluar novel vag shqiptar. U mendua nga kritikët që kishim 3 musketierët e fillim viteve 2000, që ishte Giovanni, Minarolli dhe Fatmir Koçi. Të tre arritën suksese në bashkëprodhime me Francën dhe me vende të tjera, duke shkuar në festivale shumë të nderuar, siç është në Cannes, pra në Cannes, Venecia Horizonte, apo Busan, shumë festivale, duke bërë që të ketë një tërheqje ndaj kinemas shqiptare.
duke krijuar njëkohësisht edhe një shtrat shumë të shëndetshëm që çfarë të bëjë më tej. Dhe tashmë kemi një normalitet në kinematografin shqiptare të kemi koproduksione, pothuajse të gjithë punojnë me koproduksione. Pra kemi tërheqje të vëmendjes së producentëve të huaj në krijimet e regjisorëve tanë dhe kjo shihet edhe në kualitet që ka arritur akoma më tej kualitetit duke ndjekur hap pas hapi zhvillimet e kinematografisë botërore. Kinemaja shqiptare ka qenë natyrisht në presionin politik, të jashtëzakonshëm që të ishte një lloj makinerie e propagandës asaj kohe. Por gjente her pas here mënyra për t'i shpëtuar saj, sidomos me skenat e ëndrave, po të marrim filmin Kapitani, skena e ëndrës është vërtet një skenë e cila në çdo moment që e shef të tërheq. Pse? Sepse tek ëndrat për herë autorët kanë gjetur mënyrën se si mund t'i anashkalonin censurën e kohës. Apo filma për fëmijë të Xhafis e Kekos, të cilat shiheshin me një lloj mungese vëmendje, po që skena e ëndrës tek qyteti më i ri në botë fillon e bën atë më magjike. Ndërkohë që një nga filmat të cilat më kanë mbetur në memorie dhe për herë më ka intriguar për mënyrën se si janë trajtuar personazhet është Operacioni Zjarri, ku ne kemi diversantin që e shohim me nota njerëzore më radh parë, dhe dyta momente është edhe simpatik për publikun. Dhe për herë kam vënë mend se si është e mundur që ti shpëtonte asaj censurës, mos harroj që filmi është përpara vitit 73. Domethënë për herë sa që e kam parë, më ka tërhequr dhe për herë kam ndonjëra, apo për shembull Dueli i Eshtur, ku përsëri aty kemi një përshkrim shumë simpatik për shembull të personazhit Bujar Kapexhiut. Gjithë dashurohemi me atë personazh. Natyrisht që kinemaja është demokratizuar. Dhe kjo bën që çdo kush që mund të ketë një financim, qoftë edhe jashtë qendrës kombëtare kinematografisë, ku kalon jashtë filtrave, mund të krijojë edhe gjëra të cilat nuk kanë një bazament ose një skenar të mirë menduar. Ndërkohë që unë besoj që kinematografia shqiptare ka evoluar. Mos harrojmë që sot, sepse mund thuhet dhe ajo, po pse nuk kanë arritur që të jenë në majën e kinematografisë botërore. Mos harrojmë që nëse para 20 vjetësh krijoheshin diku te 10.000 filma në vit, sot krijohen diku te 40 deri 50. Pra ka një konkurrim jashtëzakonisht të madh dhe sidomos mos harrojmë që unë do doja të kaloj edhe tek buxheti. Buxheti mesatar i një filmi evropian është diku te midis 2.5-3 milionë euro, ndërkohë që produktet kinematografike shqiptare janë për herë në 1 milion. Dhe kjo e bën që ketë një lloj hezitimi në përzgjedhje në ato që quhet maja e kinematografisë botërore. Një nga Sales, faktikisht një kompani Sales, World Sales, ata që merren me promovimin e filmave në arenën botërore, ka thënë që në përgjithësi kinemaja shqiptare pasqyrohet ose mëse pikturohet si kinema e temave sociale. Pra do të thotë që temat bashkëkohore janë vërtet të elaboruara në kineman shqiptare, ndoshta kjo ishte dhe arsyeja pse unë vendosa që dal nga dal të kaloja tek një temë që është dystopike apo dhe postapokaliptike. Pra kemi dy zhanre të ndërthurura me njëra tjetrën. Fillim viteve 2000 kishim ato 3 musketierët e kinemas shqiptar, të cilët i dhanë një impuls të jashtëzakonisht pozitiv artit shtat në vendin tonë, duke qenë avangard dhe shembull edhe për vetë kineastët në Kosovë. Natyrisht, dialektika ka bën punë vet. Kosova arriti të krijonte disa kineaste dhe kineastë të cilët edhe u shkolluan jashtë Kosovës dhe për momentin ata kanë arritur të krijojnë disa vepra të cilat të jenë ato një qenë, quajmë majet e kinemas botërore, siç është Sundance apo në Cannes Film Festival apo në Venecia. Por besoj se marrëdhënia midis dy kinemave, e jona dhe e shqiptarëve të Prishtinës apo të trojeve të Kosovës, sepse nuk dua ta bëj ndarje, e shoh shumë negative që të bëjmë ndarje Shqipëri-Kosovë, ne jemi bashkë. Besoj se ndërthura që bëhet apo bashkëprodhimet që kemi me njëri tjetrin, shumë shpejt do japin fytyrë shumë pozitive dhe unë e ndjej që me projektet janë duke u zhvilluar tashmë dhe vëmendja që kanë projektet e reja ndaj qoftë programuesve apo edhe disa programeve të financimit në elitën e kinemas europiane. Okej, kjo është një pyetje vërtet për tu artikuluar.
Mos harrojmë që jetojmë në epokën e globalizmit. Dhe globalizmi dihet që ka ato side effectet e veta, duke krijuar një lloj impakti tek sidomos krijuesit e rinj, të cilët një farë mënyrë magjepsen mbas regjisorëve që gjithë pëlqejmë. Nuk harroj për shembull para 10 vjetësh ka qenë shumë i imituar, jo vetëm nga autorë shqiptar, po në rang global inarritu. Për ato long shots me plan sekuencët e gjata bashkë me Lubeskin, duke krijuar një lloj replikimi ose dëshirë për ta replikuar atë lloj stili kinematografik. Por ka dhe autorë të cilët i qëndrojnë besnik duke i evituar të gjitha këto influenca. Dhe kjo është gjë shumë e mirë, sepse kjo i bën ata që të ruajnë identitetin e tyre. Pra, nuk po flasim identitet kombëtar, po individualitetin artistik të secilit, ku secili ka gjetur stilistikën e tij artistike, unitetin e mënyrës se si operon, edhe njëkohësisht duke ruajtur mesazhin që duan të transmetojnë. Para është gjetja e një skenari vërtet të shëndetshëm. Kemi dëgjuar nga shumë autorë që thonë është një temë shqiptare që tuajt nuk e kuptojnë. Ne nuk kemi alien. Ne jemi si gjithë bota. Që do thotë janë po të njëjtat ndjesi, urrejtja, dashuria, hakmarrja. Dëshirat janë njerëzore. Pra domethënë tek njerëzore e cila rezonon tek të gjitha audiencat, pra domethënë me universalitetin e transmetimit të saj. Pjesa tani që është themra Akilit është, siç e thash më parë, një film mesatar europian ka një buxhet që shkon midis 2 deri në 3 milion euro, ndërkohë që kinema e jonë është shumë më modeste se kaq. Natyrisht, ne dimë dhe autorë të cilët kanë bërë dhe vepra filmike me buxhete minimale. Por tashmë edhe vetë teknika të imponon ose dëshirat vizuale të regjisorëve të imponojnë një konstrukt financiar i cili t'i plotësoj këto vizione të regjizor. Mos harrojmë që gjithë është vizioni, në fund fare shikuesi të shohë vizionin e regjisorit. Dhe ky vizion ka një kosto. Dhe them drejtën, kjo është pjesa të cilën ne tani po mundohemi t'i gjejmë përmes koproduksioneve, por janë të pamjaftueshme kur shihet se cili është trau ose mos them tavani financiar që ne marrim nga pjesa shqiptare, e cila më pas duhet mbulohet me koproducentët. Ky edicion i cili ndodh mbas 14 vitesh, është një lajm shumë i mirë për kinematografinë shqiptare, por njëkohësisht edhe për audiencën dhe shijuesit e Artit 7, pasi do kenë një mundësi ku të shihen përballjet e asaj kinematografie që bëhej një dekadë gjysmë parë dhe maverikëve të rinj të kinematografisë sot, që vitet e fundit kanë filluar të krijojnë dhe janë me një energji tjetër, e cila natyrisht mundohet ta sfidojë atë të vjetrën, por që nuk ka të vjetër tre, sepse pasi vlerat artistike janë vlerë artistike. Unë e shoh si një përballim shumë të shëndetshëm, një bashkëbisedim më saktë, një bashkëbisedim midis këtyre 14 viteve, ku secili do flasi me zërin e tij. Dhe kjo është një element shumë interesant për të studiuar, jo thjesht për ta parë, por edhe për ta studiuar. I uroj të gjithë autorëve që mesazhet e tyre t'i kalojnë publikut me sa më tepër efikasitet dhe njëkohësisht për të qenë sa më komunikues me audiencën e cila nuk është se nuk e do kinema shqiptare. Puna është që ne duhet t'i shkojmë sa më pranë atyre për t'i joshur, pasi për herë them, audienca është pak a shumë si puna e atij lëngu që ti e hedh në shishe, merr formën e shishes dhe ne e kemi për detyrë që t'i japim formën më të mirë dhe më të shëndetshme të mundshme. Është një film nuk të jep mesazhin në drejt për drejt, duhet ta mendosh më saktë, mbasi mbaron filmi duhet ta filtrosh edhe dalësh në konkluzion. Natyrisht kjo nuk është mënyra më praktike, siç është në përgjithësi ajo quhet kinema e popcornit, ku vjen, e shef, e shijon dhe hikën dhe mos mendosh më pas. Unë pretendoj që ndoshta shikuesi mund të reflektojë diçka dhe të krijojë edhe një bashkëbisedim me veten në fund fare, për të bërë një lloj jo ndarje midis të mirës dhe të keqes, sepse edhe e mira e keqja është shumë e vështirë ta ndash. Ato bashkëjetojnë së bashku, por për të arritur që të krijojnë dhe të ndihmojnë më saktë në atë që quhet kompasi moral i secilit.